Besiana, mirëmëngjes, dhe ja ka dalë në mes të Kukësit. Mirëmëngjes. Shëtitoren kryesore të qytetit verior. Tani Kukësi duket me rrezet dielli Sonja, ndryshe nga ne këtu, nuk e di se si është koha. Mirëmëngjes edhe Kristi dhe gjithë mirë se vini në Kukës. Mirë se të gjejtë me dashur dhe duket që nga Kukësi ka nisur dita, diku andej nga perëndimi me sa kuptoj në horizontin mbrapateje, pas ka disa rrezet dielli, tani ka qenë kohë mirë apo dielli që lind pas rreshjeve të shumta. Si është situata e rreshjeve? Në fakt, ne vim pas një fundjavë me prezencë të rreshjeve të shiut intensive, qoftë shtuna apo e diela, edhe e hëna në fakt ka qenë një ditë shumë e ftohtë, në krahasim në fakt me ditët dhe javët që kemi lënë pas të shtatorit apo edhe sezoni veror, kështu që na u duk sikur zyrtarisht hym në dimër dhe jo në vjesht, kjo për shkak të gjithë ftohtësisë dhe temperaturave në ulje që patëm. Por gjithsesi, jemi ende në ato ditët kur luhatjet e motit janë prezente, temperaturat njëherë janë shumë poshtë edhe njëherë rriten, rrezet e diellit absolutisht nuk mungojnë her pas here, kështu që sot praktikisht mund të themi që është një ditë e qetë, një ditë e normalizuar. Por gjithsesi fundjava i solli të gjitha nuancat e veta të ftohta, qoftë me rreshtet e shiut, temperaturat në ulje, e veshura ishte shumë e trashtë, siç edhe unë sot kam bërë, po ashtu edhe për gjithë banorët, edhe u duk sikur ishte një fundjavë që praktikisht do duhej të ndiznim pak edhe ato sobat e drurit në shtëpitë tona, sidomos në mbrëmje për tu ndjerë më ngrohtë, për t'i bërë hapëqirat tona më të ngrohta. Patjetër, në fakt, përveç se ka nisur kjo aroma e tymit në Oxhaqet e Kukës, sidomos në zona rurale, në fshatra, absolutisht sidomos edhe në qytet dhe në përgjithësi, të gjitha familjet, të gjithë banorët po bëhen gati për sigurimin e kësaj lënde, lëndës drusore, sepse absolutisht rreth 80% e banorëve, familjeve në të gjithë zonën tonë, parësore për ngrohje kanë pikërisht lëndën drusore dhe pastaj vijnë format e tjera alternative. Kështu që shtatori ka këto përgatitje dhe ndërsa unë të shikoj aty që raportoje pas shpinës tënde, shikoja njerëzit që po nxitonin të veshur me xhaketa me mëngë të gjata, sepse sigurisht në Kukës temperaturat janë më të ulta se në Tiranë, pa diskutim është veriu i vendit, dhe në përgjithësi duket që dita ka nisur në qytetin verior me atë vrullin e zakonshëm të fëmijëve që bëhen gati për të shkuar në shkolla, të mësuesve që duhet jenë prezente, edukatorëve të kopshtit apo të çerdheve pak më herët besoj në qytetin verior. Duket një qytet i pastër me çfarë shoh të paktën nga këto pamje, Sonja, është e vërtet Besiana? Do me thënë të paktën me kaq sa na ofron kamera jote për momentin, duket një qytet që kujdeset për t'i çuar të gjitha ato mbetjet ndoshta në vendin e dur. Absolutisht ka njësur intensiteti i lëvizjeve edhe le të themi bërja gati për të vazhduar ditën, qoftë drejt shkollës, qoftë drejt punëve të tjera, ndonse jemi ende pak herët sa të afrohet ora 8, por lëvizjet janë absolutisht pashmangshme, kryesisht edhe të moshave të treta që dalin për tece dhe për të përshkuar atë trajektore nga xhamia e qytetit e drejt tek turizmi i ri, aty ku dallohet liçeni, aty ku dallohen le të themi shumë bukuri piktoreske të qytetit Kukësit, por edhe kjo që tha Kristi është shumë e vërtet pjesa e pastërtisë, sepse që në orët e parë të mëngjesit në fakt qyteti pastrohet, përveç të tjera është karakterizohemi për një qytet me banor, le të themi, shumë të ndërgjegjshëm, pra duket sikur kujdesemi në aspektin e pastërtisë dhe të mos hedhjes së mbetjeve së mjedisit në qytet. Por Besiana, ja do të ndalojmë 2 minuta të ndjekim pak një material të shkurtër dhe do të rikthehemi sërish bashkë në lidhjen e drejt për drejt. Ta ndjekim pak këtë kronikën që vjen nga Kukësi që keni përgatitur si departament dhe redaksi dhe kthehemi pak për pyetjen e fundit. Pak edhe pamje të bukura nga Kukësi. Hidrocentrali i Fiersës është më i madhi në vend, por po përballet me një situatë të vështirë hidrike për shkak të prurjeve të ulta në liçen. Aktualisht 2 lumenjt kryesor që furnizojnë liçenin, Drini i Bardh dhe Drini i Zi, sjellin vetëm 60 metër kub ujë në sekond, një sasi shumë më e ulët se mesatarja sezonale. Edhe rreshtet e ditëve të fundit të shiut nuk kanë mjaftuar për të përmirësuar ndjeshëm nivelin e ujit në liçenin e Fiersës. Të dhënat e fundit për kaskadën
autostradën e Drinit, flasim për një gjendje ende të brisht, sidomos për Fierzën, që është hidrocentrali kryesor ndër të tre që përbëjnë këtë kaskad. Niveli i ujit në liçenin e Fierzës ka zbritur në kuotën 269 metër mbi nivelin e detit, shumë larg nivelit maksimal për 296 metrash. Kjo situatë ka detyruar Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare që të kufizojë prodhimin dhe aktualisht hidrocentrali po funksionon me 2 turbina nga 4 që ka në total. Për të përballuar kërkesën e brendshme për energji, Kesh po e alternon prodhimin mes Fierzës, Komanit dhe Vaut të Dejës, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e energjisë po sigurohet përmes importit nga tregu ndërkombëtar. Liçeni i Fierzës ka një kapacitet maksimal prej 2.7 miliard metër kub ujë, ndërsa pika e vdekjes ku energjia nuk mund të prodhohet më arrihet në kuotën 242 metër me vetëm 1.2 miliard metër kub ujë të pashfrytëzueshëm për prodhim. Ekspertët paralajmërojnë se nëse kjo tendencë e thatësirës vijon, rreziku për rënje në nivele kritike mbetet real, duke vënë në presion të vazhdueshëm furnizimin me energji elektrike të vendit. Besiana, edhe diçka të fundit, me çfarë mundën të ndiqnim edhe nga kronika e përgatitur nga ju me sy të lirë, shfaqej Fierza e tërhequr shumë më shumë nga që mi mësuar ta shohim. Ndoshta jo atje në pikën e vdekjes ku nuk prodhohet me energji, por që sa shqetësuese është kjo situatë? Absolutisht shumë shqetësuese sepse kjo situatë, le të themi kështu, e thatësirës në liçenin e Fierzës ka ardhur për shumë faktorë dhe për një kohë, le të themi, të gjatë. Kemi sezonin veror me thatësira, me temperatura të larta, me mungesë rreshjesh, po ashtu edhe shtatori, sepse edhe për rreshjet e fundit që u përshkrua fundjava, nuk mund të themi që kanë qenë ndikuese në liçenin e Fierzës, së paku edhe sipas të dhënave nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, kjo sepse për Fierzën, për basenin më të madh i mbledhës në vend, nuk kanë qenë rreshje të mjaftueshme. Do duhet të ishin prezente për shumë ditë me radhë në këtë intensitet, në mënyrë që të thonim që ka ndikim. Por siç thash, arsyet janë thatësirave, temperaturat e larta, dhe nëse kjo situatë do të vazhdojë kështu, kryesisht me mungesë rreshjesh në ditët në vazhdim, ashtu siç edhe meteorologët kanë parashikuar, le të themi që Fierza do të shkojë vetëm drejt përkeqësimit, pra niveli i ujit në Fierzë. Për sezonin që ndodhemi, absolutisht është në kuota shumë të ulta dhe jo në ato mesataret që kërkoheshin. Le të themi që mënyra se si po alternojnë prodhimin e energjisë elektrike është duke ruajtur rezervat hidrike përmes prodhimit të pakët, të reduktuar nga 1 deri në 2 turbina maksimumi, nga 4 që ka në total, dhe duke alternuar, le të themi, prodhimin e energjisë elektrike dhe shpërndarjen përmes 3 hidrocentraleve kryesor, siç është Fierza, Komani dhe Vau i Dejës, e patjetër edhe përmes importit ndërkombëtar më pas të energjisë elektrike. Le të themi që patjetër të gjitha këto deficite që sjell Fierza për shkak të këtyre arsyeve janë pasoja më pas të gjithë vendit sa i përket prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Ne të falenderojmë shumë për këtë raportim drejt për drejt nga kuksi dhe pamjet e bukura që vinë nga qyteti atje, dhe ndërkohë tani të zhvendosemi tek ekonomia. Tek ekonomia, sepse duke nisur nga nesër, të nderuar teleshikues, nis indeksimi i pensioneve, çka është një lajm i rëndësishëm për ata që persona që janë pjesë e kësaj kategorie, që më duhet të them janë një numër shumë të madh të teleshikuesve që po na ndjekin në këto momente dhe që kanë interes të mësojnë më shumë detaje dhe informacion. Ato duan në fakt të dinë konkretisht sa do të marrin, sa do të rritet kështu që të ndjekim pak një kronikë të shkurtër dhe do të kthehemi në studio me të ftuarën tonë, me eksperten Armela Duka.